Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar sot nga qeveria shqiptare shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet që po përballen me përmbytje, duke përfshirë Durrësin, Lezhën, Shkodrën dhe Gjirokastrën. Në një konferencë për mediat, Berisha theksoi se mijëra biznese dhe familje janë dëmtuar si pasojë e ujërave të rrëmbyeshëm dhe se shteti duhet të ndërhyrë menjëherë për të ardhur në ndihmë banorëve. Partia Demokratike kërkon menjëherë shpalljen e gjendjes fatkeqësisë natyrore në këto zona. Edi Rama apo Ramaduro që bën sehir nuk shpall gjendjen e fatkeqësisë natyrore në Durrës dhe në Lezhë apo Shkodër dhe qarqe të tjera, vetëm se ligji e detyron atë në këtë gjendje të përgjigjet një për një dëmeve të krijuara nga fatkeqësia natyrore. Ai akuzoi qeverinë për korrupsion, duke theksuar se fondet e dedikuara për mbrojtjen nga përmbytjet janë keq menaxhuar. Dhe shkaqet e përmasave të kësaj përmbytje janë absolutisht vjedhja dhe vetëm vjedhja e fondeve. Takspaguesit shqiptar kanë paguar për mbrojtjen e qarkut të Durrësit, Porto Romana dhe zonat tjera, 22 milion euro investim. Kur ndërton rrugë të Florita që shemen 3 muaj pas inaugurimit, nga 73 milion euro në 360 milion, si rruga Quks, Qaf Ploç, që edhe sot është shemë, dhe do shemet vazhdimisht, sepse skarpatat janë nanë natyrore, pa asnjë lloj përforcimi. Kryedemokrati kritikoi qëndrimet ironike të kryeministrit në rrjetet sociale. Ky qëndrim cinikallës ndaj qytetarëve turpron çdo njeri që ka cip, por Ramaduro është në kaos, është në panik dhe tmerr të madh dhe nuk din ç'të flet. Në lidhje me protestat e opozitës, Berisha deklaroi se data e nisjes do të vendoset nga tryeza e forcave opozitare. Ai bëri thirrje për diskutim dhe vendimarrje të përbashkët, duke mos dhënë një datë konkrete në këtë moment. Opozita sipas tij do të organizohet për të mbrojtur qytetarët dhe për të përgjigjur ndaj pasojave të përmbytjeve.